Edhe du në gjitë për pjetë shkollëve, du më thonë ai m'la më gjitë për pjetë, m'ka godit me një shkop, nuk e di as ka e ka morë, as ka e ka pos ato, du më thonë aq shpejt nga godit, du më thonë që ma ka uve dijen edhe shkollë që jenë me pllakat mërmeri, du më thonë një mëra me pjesën e syrit djathtë, m'ka uve dija dhe ka fillu me m'godit. Punëtorët pa kontrata dhe kushtet e tyre të punës në vazhdimsi kanë qenë pjesë e hulumtimeve dhe emisioneve tona. Arjan Dreshaj është denoncuesi i radhës në emisionin tonë. Ai thotë se ka punuar në kompaninë Kajmak SHPK, nga ku është larguar pa kontratë të punës dhe në një situatë shumë problematike pasi ishte sulmuar fizikisht. Incidenti po hetohet nga Prokuroria e Prishtinës, derisa Inspektorati i Punës nuk ka dhënë përgjigje nëse ka inspektuar kompaninë për t'ia adresuar pretendimet. Unë kom vazhdu me punu në kompaninë Algida, në ndega Kajmak SHPK, dhe më thonë vendodhja sojna është në Lipjan. Tash mo nuk punoj, për arsye të incidentit që ka ndodhë, shefi që më ka ra, për arsye tina që nuk e di as pse. Dhe më thonë, incidenti ka ndodhë me tonën, me nxez dhe më thonë një nakon pranimin e mollit që i bëhet për shpërndarjen e pikave që i ka speciki me emën, dhe më thonë i më kanë të pranu mollin, i kena pas fletushkat për para edhe kimikun që i bjen biz. Edhe erë me nxez të bërtit, tha edhe ju vërsul një punëtori tjetër, tha qa po më këshyri si hëtë. Edhe a i tha se po të këshyri kur gjohë, tha i morë, tha me punu. Momentin që e ka kry me ta, mu ka vërsul mu, tha te, tha, a ma ke pru, tha dëshmin, tha që si e në rëtime. Thash, dëshmin më ta pru, thash në vikend. Thash në vikend, thash nuk punon kërkush, për më ta nëzirë dy vërtetimin që si jam në rëtime. Thash, për gjatë johës, thash, më ta pru. Ngjarja raportohet të ketë ndodhur me datë 30 mars të këtij viti, ndërsa çështja është duke u hetuar nga Prokuroria e Prishtinës. Sipas rrëfimit të Dreshajt, komunikimi me drejtorin Klitim Çollaku u përkeqësua shumë shpejt. Ai thot se nga një bisedë që lidhej me punën, situata kaloi në akuza personale dhe ofendime të drejtë për drejta, përfshirë pretendimet për të kaluarën e tij dhe familjen. Tha unë e di, tha të kaluarën tonë në stok që ke bom, edhe ti e kriminal, tha dhe familja jote është kriminal. Thash, për atë pjesë thash nuk ki drejt me folë, thash se është shteti që dhe merret me ato punë, thash nëse kum boni diçka pa drejta, ai të kuptu. Ma boni, tha ti mu nuk mundesh më kallëzu për këtë sanë, tha unë jam drejtar këtë. Thash nëse ti e drejtar, thash unë jam punëtor, thash edhe drejtat e punëtorit mundesh më shkel. Edhe ka vazhdu, ma bo pyetjen, tha me stokun e mollit, tha jenë rregull. Thash për sa e di unë, thash stokun e mollit jam shumë okej. Tha okej, tha do të mu bo numërimi i stokut. Do më thonë, ai problemin e kish pas të une, nuk e di për shka, as të çfarë arsye, unë kur nuk e kom taku atë njerë, as nuk kom pas atë takim, as diçka fizik me të, as kur gjo. Edhe e shkarkova mollin, e qita në tokë, edhe pja filloj numërimit stokut, do më thonë akulloret që i përmbonaj produktet tina. Edhe, po vjen menaxheri, për numërojmë, po del stoku 1.000 euro, që do më thonë stoku për kompaninë 1.000 euro plus është fitim për ta. Edhe ma bëm pse 1.000 euro. Thash, kur e kom pranu kombin, tash po flasim kështu. Do më thonë e kom pas stokun e një ish punëtorit që ka punu aty ma herë, do më thonë, po ma ka ngarku edhe një stok tjetër, do më thonë që më daj plusën. Edhe e harroja e pjesë. Pakënaqësitë në konfliktin për faturat nuk ishin ndalur me kaq. Në deklaratën e tij të dhënë në polici, Dreshaj pretendon se ishte sulmuar fizikisht. Sipas pretendimit të tij, në momentin kur po ngjitej drejt zyrës, u godit papritur nga Klitim Çollaku. Do më thonë, tha, dhe më shku në administratë dhe më shqyrë fakturat para prakët që i kënë shutin dhe për pika. Unë në përgjithësinë e kom pas vetëm nëse e në shef fakturën e rregullt me kesh, se e në 2 faktura, do më thonë që edhe sot e kom morë të faktura që e kom dëshmi që i kom kry pagesat, edhe i kom çu fakturat e rregullta. Edhe aty delshin bërç 2.000 diçka euro që kanë kry kompanitë të ndryshme pagesën, do më thonë nuk e kom pas për detyrë me prit konfirmimin e tina për pagesat të akolloreve.
unë e kom pas për detyrë më shku me furnizu piken, me mor fakturën e rregullt, edhe m'ja dërgu në fund ditës, m'ja dërgu fakturat edhe pikat që jem kondën e. Edhe pja fillon, tha ti e hajnë, ti e kriminal, ti familja ju të kështu, filloj me më sha, filloj me më ofendu, edhe thash, zotni, thash nëse unë të kom bërq, ose nëse të kom hin hak në i sen, o shumë ku më mënu, thash, më t'i pagu. A e të kuptu, janë gjona, thash që muj mu gabu ton, thash, si dëmës, thash që unë që jem fillistar, thash, aloni mujtit si kam, edhe nuk e di që shfunksionon, thash, puna. Edhe ma bën, tha, edin, tha ti mirë shumë. Edhe tha, hajde tha dhe në zyre naltë, edhe menova që po dhe më mbarazu, a e të kuptu, edhe me u kry për gjithë shka përfundimir që adhëm. Thash edhe nëse mbarazon edhe minolë atu, thash ku gjo kërkuna, bilem, po vazhdoj që tërkona nëse kejtë në regullë. Edhe du në gjitë për pjetë shkollëve, du më thonë, a im la më gjitë për pjetë, më ka godit me një shkap, nuk e di as ka e ka morë, as ka e ka posë ato, du më thonë, aq shpejt nga godit, du më thonë që ma ka uve dijen edhe shkallë që jenë me plakat mërmeri, du më thonë një mëra me pjesën e syri djathë, më ka uve dija dhe ka fillu me më godit. Momentin që nga godit, du më thonë, ka fillu me shirma, me buksa, të reve, du më thonë, i kam edhe shajë në telefon edhe i kam këto flasin vetë dëshmit edhe raportit e mjekut, edhe ka fillu prapë më ofendu. Për të sqaruar situatën në hapësirat e kompanisë kishte intervenuar edhe policia e Kosovës. Sipas raportit të ngjarjes, 2 persona përfshirë Dreshajn dhe Çollakun ishin shoqëruar në stacion të policisë në Graçanic për të sqaruar situatën. Edhe kena vazhdu në stacion policisë me më kanë morë policia me vetur zyrtarët policisë, dhe sa ajo shku me vetur tina me një policë në kerë ish pronarit temë. Që unë nuk e di që a gudzon aja të sen me bua, e të kuptu. Edhe momentin që kena hi në stacion policisë, dhe më thonë mu ka morë telefoni, mu ka muhu e drejta jame me thirë ose avokat ose të mjek, të tash unë nuk jap deklarat pa marrë trajtimi mjekësor, ose ma më qu në trajtimi mjekësor në që kjo ose në dikun në bëllon të ma të aferën. Tha jo, tha e thirim në këtë mjekët. Dhe më thonë, kanë ardhë mjekët serbë, edhe ma kanë bo një kontrol durve, dhe më thonë, mi kanë zgjatur për pjetë, të poshtë, kryt ma kanë levizë, dhe ma kanë bo pëllaku, kur gjo, që së bo kur gjo. Edhe, këm vazhdu intervizën, më ka kycu gjendja apet. Edhe ka vazhdu aj pe i zyrës, anene tha, kësa të përfundoj me policinë, kena punën e te. A e të kuptu. Edhe, jem dalë për policisë, i kom thonë zyrtarëve të policisë që dush me më qute vetura janë, me morë vetura dhe me shkuën, se nuk gudzoj vetë se jam i kërcnu, më të jeni të po. Gjatë deklaratës që e jepsha, një policë shqiptarë, dhe më thonë e falenderoj shumë, që më kanë dimu, dhe më thonë, ma ka bo që nuk është vepra e vetme që e ka bo me punëtur. Dhe më thonë, kë ishtë të vazhdu të në kohën, edhe policia nuk e di a jenë Serb, a jenë Shqiptarë, po të në kohën ka kesh, ka boj gore me ta. Për të sqaruar pretendimin se në Graçanic nuk u trajtua si duhet, ekipi ynë ka tentuar të flasë me komandantin e stacionit të policisë në Graçanic. Megjithatë, komandanti Bratislav Trajković na uzoj që të dërgojmë pyetje me shkrim. Pretendimet e palës janë që nuk e ka marrë trajtimin e duhur, nuk është trajtuar rasti si duhet në Graçanic, në stacion e Graçanicës, po. A e në gazetar? Po. Merë një informata, dërgon një email zyrtarisht të regioni Prishtinës edhe merë informata. Për pretendimet e 26 vjeçarit kemi dërguar pyetje edhe me shkrim, por deri në këto momente nuk kemi pranuar përgjigje. Pasi kishte përfunduar deklaratën në stacionin e policisë në Graçanic, Arjan Dreshaj thot se gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua duke kërkuar me pas trajtim në QKUK, ku thot se u konstatuan lëndime trupore. Përveç pretendimeve për dhunë, rasti hap edhe një çështje tjetër, atë të marrëdhënies së punës. Dreshaj thot se kishte punuar për disa javë pa kontratë pune dhe pa kontribute. Ndonse kishte kërkuar që kjo të rregullohej. Ai pretendon se kontrata ishte premtuar vazhdimisht, por nuk ishte realizuar asnjëherë.
Që sa kohë punon në këtë kompani? Unë ja kom njës pi tretit, do më thonë mujën e kalum. Kaloni mujë si kom bo aty. Do më thonë 2 javë e 5 dit jem konë praktikus që mu jem dalë me një shofer tina, që nuk e kom dit as që shkon sistemi, as që shabërdin leviz. A ke pas kontratë punës gjatë kësaj kohë? Jo, s'kom pas kontratë punë, as nuk ka vazhdu me ma bo kontratën e punës, edhe kom tentu që me folë gjatë kontratës më pagu të rusi penzinal, që ku kom punu, kom vazhdu me letrat punës, a i të kuptu. Se unë kom punu gastronomi dhe ku gjithmonë e kom pas të rusin e regullt, i kom pas këto gjonat e regulla. Po ky zot një ama vëke, hajtë sot, hajtë nesër, ja kam probleme me dogonën, ja kam ngecin dogon për akulloreve, edhe gjithmonë u shmong. Në anën tjetër, drejtori kompanisë Kajmak SHPK Klitim Çollaku i mohon kategorikisht këto pretendime. Në një bisedë telefonike, ai deklaron se nuk ka pasur sulm fizik dhe se problemi lidhet me parregullsinë e punë nga ana e punëtorit. Ai madje pretendon se situata është e kundërta nga ajo që paraqitet. E kemi pranuar një raportim këtu në kallzo.com. Po. Edhe personi po pretendon që është sulmu fizikisht në vendin e tij të punës. Jo, nuk është e vërtet. Personi së pari ti shqyqohet e kaluar ati kriminalet, e para, e dyta, ka parregullsi në stoqe, ka faktikisht jemi një kompani shumë serioze, kështu që ajo është largu për si duket pasi ti përfundojmë gjitha edhe ne disa analizat tonët, financiare dhe materiali i cili ka qenë një jetë i ngarkuar, kështu që është herët për me thonë, mirë, po nuk është sulmu. A ka qenë punëtor tek ju ky personi? Po, ka punu disa ditë, po. A ka pas kontratë të punës? A dhe çka thash, ju apeluni rolin e inspektoratit punës apo çka? Kush jeni ju mbasfare kallzopis? Po ju kuptoj çka po të bëshëm? Unë jam Arton Hamiti, gazetar në kallzo.com. A jeni kompetent ju për këtë çështje? Po jemi kompetent me raportu çdo parregullsi që na vjen në derë. Tregova tash. Jeni ka kalu me kriminalet, ti merre çysh dush apo? Ajo është diçka që ajo është një temë tjetër, po pretendimet e tij janë që ju e keni sulmu fizikisht në vendin e tij të punës. Jo, ai kundërta, ai ka sulmu. Ai ka mos përfill rregullat, nuk ka qenë bashkëpunues. A keni dhënë deklaratë në polici? Ditën e mirë, hajde. Shkoni në polici. Me rastin janë duke u marrë edhe institucionet e drejtësisë. Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar se pas intervistimit të palëve, rasti është inicuar si lëndim i leje trupor. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se me datë 30 mars 2026, rreth orës 11:30 janë shoqëruar në stacionin policor palët K.Q dhe A.D, pasi që të njëjtit dyshohet për një konflikt fizik ndërmjet tyre, si pasojë e një mosmarrëveshje lidhur me punën. Pas pranimit të informatave nga Policia e Kosovës, prokurori kujdestar ka inicuar rastin lëndim i leje trupor. Prokurori i shtetit së bashku me Policinë e Kosovës janë duke i ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast. Derisa Inspektorati Punës nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet që i kemi dërguar, 26 vjeçari i cili pretendon se u sulmua fizikisht në vendin e punës ka një porosi. Unë shpresoj që ligji është për tonë i njëjtë, pavarësisht a është biznesmen, a është një normal. Unë shpresoj që ligji është për tonë i njëjtë dhe ka me vepru në mënyrën më drejtë. Edhe ju kisha bo lutjet gjithëve punëtorëve që pa letra mos punani. Momentin që sheni që për ju shmongët për kontratës punës, mos rreni as edhe një minutë me punu. Që gjithmonë po vike deri te më e keqja. Dy versionet e kundërta për të njëjtin incident, njëri për dhunë fizike në vendin e punës, tjetri për mosmarrëveshje profesionale. Ajo që mbetet për të sqaruar është se çfarë ka ndodhur saktësisht dhe në çfarë rrethanash. Përgjigjet pritet të japin hetimet. Ndërkohë, rasti hap edhe çështje më të gjera që lidhen me sigurinë në vendin e punës dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve. Për çdo situatë të ngjashme apo raportim për shkeljen e të drejtave të punëtorëve, ju mund të na shkruani në platformën e kallzo.com dedikuar për raportimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve.